Deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi në seancën e sotme plenare është ndalur tek miratimi i projektligjit për barazinë gjinore. Boçi akuzoi majorancën se është falsifikuar proces verbali, pasi disa deputetë Partisë Demokratike janë shënuar sikur nuk kanë votuar, ndërkohë që sipas demokratit ata nuk kanë qenë prezent në sallë. Gjë kjo e cila është bërë me qëllim sipas Boçit. Ky proces verbal i nderuar kryetar është i falsifikuar sepse kam dhe emrat këtu me radhë, i kam printuar nga proces verbali, është i falsifikuar sepse pranishëm nga deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë 36 dhe në unison kanë votuar kundër. Pa e kujvok ka qenë qëndrimi i Partisë Demokratike në këtë pikë. Dhe ju furnizoni mediat me dokumentat falsifikuara dhe konkretisht, nëse e doni, Josefina Topalli, zonja Topalli nuk ka qenë prezent, e keni shënuar nuk votoi. Madje, Ina Zhupa nuk ka qenë prezent dhe e keni shënuar nuk votoi. Edi Paloka nuk ka qenë prezent, e keni shënuar nuk votoi. Madje Gazbardhi ka qenë i përjashtuar nga ju. Në proces verbal, Gazbardhi figuron që nuk ka votuar. Dhe kështu vazhdon, ndoshta me Flamur Nokon, me Arjanin, me Krekën, dhe kjo nuk është rastësi, kjo është e qëllimshme. Ndërsa deputeti e Partisë Demokratike Jorita Tabaku ka bërë thirrje gjatë fjalës së saj në foltorin e Kuvendit që të miratohet minimumi jetik. Sipas Tabakut, pensionistët dhe grupet sociale janë shtresa më e varfër. Deputeti tha se Shqipëria është i vetmi vend në rajon dhe Bashkimin Evropian që nuk ka miratuar minimumin jetik. Në 13 vitet e fundit asnjëherë ky parlament nuk është mbledhur për të menduar për shumicën. Asnjëherë ky parlament nuk ka diskutuar një politik, një mbështetje sociale që vjen në ndihmë të grupeve më të dizavantazhuara të ekonomisë. Dhe minimumi jetik është një kërkesë ligjore që ky parlament ka detyrimin ta miratojë. Në momentin që flasim është llogaritur 2 herë minimumi jetik, në vitin 2016 dhe në vitin 2022. Në të 2 herët llogaritja e minimumit jetik tregon që 55% e familjeve shqiptare nuk mbyllin dot muajin. 55% e familjeve shqiptare kanë vështirësi ekonomike. 55% e familjeve shqiptare sot janë nën këtë minimum jetik. Unë shpresoj që kolegët socialistë, se jam e sigurt që mes tyre ka dhe nga ato që besojnë që Shqipëria duhet ketë një minimum jetik, të na bashkohen në mos sot në iniciativën tonë ligjore që do të vijë së shpejti në parlament dhe t'i ofrojmë shqiptarëve atë që është refuzuar për 13 vitet e fundit. Parlamenti është mbledhur këtë të mërkur për të diskutuar në lidhje me projekt buxhetin e vitit 2026.